Këngëtarja shqiptare-amerikane Bebe Rexha arri një tjetër sukses, New Religion kalon 100 milion dëgjime në Spotify. Artistja shqiptare me famë botërore Bebe Rexha ka shënuar një tjetër arritje në karrierën e saj muzikore. Kënga New Religion ka kaluar shifrën e 100 milion dëgjimeve në Spotify, platformën më të madhe të transmetimit të muzikës në botë. Lajmin e ka ndarë vetë këngëtarja përmes një postimi në Instastory ku ka shprehur entuziazmin për suksesin e këngës dhe pritjen pozitive që ka marrë albumi i saj më i fundit, Dirty Blonde. New Religion e publikuar si kënga kryesore e albumit është një ripunim modern i hitit legjendar Insomnia të grupit Faithless, ndërtuar me element muzikës elektronike klasike në stilin pop dhe dance, që ka bërë Bebe Rexhën të njohur në skenën ndërkombëtare.